Unë po filloj me një fjalë të Zahirit, Zahir Parazitit, komandantit të UÇK-s, gjithherë duke e lidh me këtë pjesën e misionit pse jam këtu, duke u kthy me këtë lodën që ranë heroj nga Podujeva, bashkë me të Akifin, më thotë doktor, se unë isha student, po më thoshte doktor, gjithë kur Florim s'më ka thonë, doktor thotë, a ish mbrapa ullën, unë Akifi ishim përpara, thotë doktor, thotë, është më më rëndësi çështja kombëtare, a shëndeti? Thash jo, çështja kombëtare. Tha jo, gabim e ki, se pa shëndet nuk mundesh me kontribue vendit. Thash edhe u ktheva kështu, thash në këtë mbet veni, në muën ty, thash. Po, edhe masanejnë nesmen Akifi më tha, pa din me kënë ke folti. Edhe aty ka qenë ajo pjesa e parë kur ishte lidhja jem me njerëz e luftës, edhe pse në atë kohë ishte konspiracion i madh,